pavarësisht zhvillimeve që kanë ndodhur, a keni prit që në një mandat kur ka gjithë këtë pushtet të ketë më shumë fokus tek arsimi? Po edhe jo. Po, sepse kam punu ngusht me Arbëria Nagavsin kur ishte në DK. Unë atëherë ndihmoja me ndërtu konceptin e mësimit tërditor, edhe ka pas me interesim këtë punë, por jo për shkak se në programin e lëvizjeve vendosje kurs ka qenë mirë elaboruar gjithë plani për arsimin. Do me thënë, e kanë të qartë ata që duan të ndërtojnë qerdhe, por nuk e kanë patur të zbërthyer mirë se çfarë duhet bëhet që të preket cilësia e arsimit. Edhe unë mendoj që kur një gjë nuk është prioritet, ajo dhe kur nuk ka me u zbatu në mënyrë e duhur, edhe kur s'ka me pas impaktin e nevojshëm. Ndaj, tani në këtë periudhën e verës, kur po përgatitem me përfushatën vjesht, çka po përpiqem të bëj, si prioritetin kryesor që i kemi për Prishtinën, ta zbërthejmë deri në pikën e fundit çfarë duam të bëjmë me arsimin, që edhe nëse fitojmë, edhe nëse mbesim në opozit, ta kemi të qartë që mos lëvizim nga këto që po i mësojmë sot, për çfarë duhet të bëhet në Prishtinë që të filloj të zgjidhet çështja me arsimin. Duhet të bëhet një plan veprimi, nuk është vetëm çështje fushate. Ne po e bëjmë thuse, kemi me fillu punën me shkollat në Vjesht, edhe po i bëjmë planin deri në fund, edhe besoj që çdo parti politike dhe çdo individ që futet në garë për Prishtinën duhet të bëj për prioritetet e veta, duhet ta zbërthejë deri në fund planin.